Ka stin që zgjasin muaj, ka stin që zgjasin jetë. Në historinë e Shqipërisë ka një stin që zgjati vetëm 6 muaj. Por jehona e saj ende dëgjohet. I thonë qeveria e Fanolit, një ëndër për një shtet modern. Një betej me kohën, me feudalizmin, me urinë, me kufijet, me vetë. Ky është rrëfimi i një shprese të madhe dhe të shkurtër. I një prifti poet që sfidoi një sistem të tërë. I një Shqipërie që donte Evropë, por u gjet mes grackave të Ballkanit. Jemi në fillim të viteve të 20. Shqipëria sapo ka dalë nga perandoria otomane, e lodhur, e varfër, me kufi ende të brisht. Fshati është zemra, 8 nga 10 shqiptar jetojnë në tokë, por tokë në duar të pak njerëzve, feudal, bejler agallar. Shteti, i ri, i dobët, i përçar. Qytetet flisnin për rende ligje, malet, flasin për ndere gjatë. Politika ndahet mes bllokut konservator, me influencë të fortë toksore, dhe bllokut progresist, intelektuar, rinia e bashkimit, figura televizjes kombëtare. Në mes, një popull i uritur për drejtësi, dhe pastaj një krisje. Vrasja e Avni Ruslemit, prill 1924. Nuk ishte thjesht një atentat, ishte një thirrje. Turma lëvizi, Tirana dritet, qeveria bie. Një epokë mbyllet me zhurmë, një tjetër hapet me shpresë. Klasa politike përçahet, një pjesë largohet, një pjesë hesht. Fanoli, Peshkop, orator, diplomat, del përpara si fytyra e një ndrimi të madh. Në krah, Luiq Gurakuqi, Hasan Prishtina, Bajram Curi, mësues, ushtarak, student. Kudo dëgjohet fjala drejtësi, reform, shqiptarizëm. Në qershor 1924, pas një lëvizje të shpejtë dhe të gjerë, Tirana hap dyert. Një qeveri e re lind. Noli nuk erdhi si sundimtar, erdhi si projekt. Në podiumet e Tiranës, fjalët e tij janë të qarta. Shqipëria do ligj, jo frikë. Shqipëria do dije, jo servilizëm. Shqipëria do njeriun e punës. Qeveria e re shpall misionin, të shkun feudalizmin, të ringrijë drejtësinë, të hap shkolla, të sjell investime, të modernizoj administratën. Në tavolinë vendosën 20 pika, një hartë rrugë për një shtet që sapo moson të ecë. Le t'i hedhim një sy zemrës së kësaj qeverie, programi 20 pikat. Nuk janë thjesht premtime, janë sfida për kohën, për klasat e vjetra, për vetë realitetin. Reforma toksore, toka, i takon atij që e punon. Rishpërndarje graduale, kompensimi drejt, fund monopoleve feudale. Drejtësi e pavarur, gjykata, që si trëmben telefonatave, procedura që mbrojnë të doptin. Administratë meritore, në punësi nuk plihet me krushqi. Emërimet kalojnë përmes kriterit. Arsimi kombëtar. Shkolla në qendrat e fshatit, mësuesit si shtyllë e shtetit. Financa dhe taksat, barazit tatimore. Luftë kontrabandës, buxhet për shërbime, rendi dhe policia. Profesionalizëm, jo klientelizëm. Paksimi bandave, siguri në rrugë. Infrastruktura, rrugë, ura, posta, telegraf, lidhja e fshatit me qytet. Shëndetësia, higjen, mjek në teren, luftë epidemive. Ekonomia, hapje ndaj investimeve të huaja, pa cënuar sovranitetin,
nxitje e zejtarisë. Politika e jashtme. Kurs pro-perëndimor. Paraspesh mes fuqive. Dinjitet në arenë. Ambicioz, po. Idealist, po. E pa imagjinueshme për një vend pa para, pa ushtri, me feudal të fortë. Edhe kjo, po. Por për herë të parë, shumë shqiptarë vjen se shteti po fliste gjuhën e tyre. Jeta e përditshme e qeverisë Noli ishte një maraton. Paradite mbledhje, pasdite dekrete, mbrëmje negociata, natën letra diplomacie. Tabela e reformave në proces, rishikimi listave të pronave, ulje përshëndimësh luks, pastrime e mërdrimesh të klientelizmit, thirrje për investime teknike. Përplasjet fillojnë herë, gjykatat duhen reformuar, por gjyqtarët kanë lidhje. Policia duhet të vendosë rend, por shepat i kanë borxh dikujt. Tatimorët duhet të mbledhin taksa, por tregtarët janë mësuar me rrugë të shkurtra. Dhe mbi të gjitha, arka e shtetit është e zbrazur. Megjithatë, ngrihen shkolla të reja, hapen kurse mësueshit, dalin direktiva kundër abuzimeve. Në fshat, ende ka frikë e varfëri, por ka edhe kurreshti. O sikur këtë herë të jetë ndryshe. Çdo reformë prek dikë, dhe çdo njeri i prekur ka një mik, një pushtet, një armë. Feudalët shohin rrezikun, pronat e tyre, ndikimi i tyre, hijet e tyre. Klientelizmi vjen se po i shkurtohen tentakulat. Burokracia i kthen tregun në labirint, e dita rëshket në letër. Për brenda qeverisë lindi mos pajtime për ritmin dhe mënyrën. Dikush do më shumë zjarr, dikush kërkon më shumë maturi. Koha nuk pret askë. Politika jashtme është një fushshall. Shqipëria e 1924 është gur i vogël në një tabelë të stuhishme. Fshinjët duan garanci, fuqitë e mëdha duan stabilitet, jo eksperiment. Reformat radikale brenda e një qeveri e re që ende s'ka rënë, bëhen lajm në kryeqytetet e huaja. Qeveria e Nolit kërkon miq, por miqt duan kohë, dokumente, interesa të qarta. Koha sërish është armiku i saj më i madh. Dimri afrohet, tensioni pikset në ajër. Kryeqyteti dëgjon zëra, po vit. Dhe në fund dhjetor 1924, peshorja kthehet. Forcat armatosura lëvizin, shteti i brisht dridhet. Qeveria kupton se nuk ka as kohë, as mbështetje ushtarake për të ndalur valën. Stina mbyllet, Fan Noli largohet, shpresa nuk shuhet, por i duhet të pres. Pse zgjati kaq pak? Sepse një ëndër e madhe kërkon kohë, para, ushtri, diplomaci dhe një popull gati ta mbrojë. Noli kishte vizion të madh, por realiteti ishte i pamëshirshëm. Dhe megjithatë, ai la gjurmë. Idenë se Shqipëria mund të jetë e drejtë, e kulturuar evropiane. Se mësuesi vlen se ligji s'duhet të shitet, se shteti nuk është shiflik. Qeveria e Fan Nolit zgjati 6 muaj, për pyetjet që ngritën, për tokën, për drejtësinë, për shtetin, ende na shikojnë në sy. Ndoshta stina e tij nuk mbaroi kur, ndoshta thjesht po vonohet pranvera. Fan Noli, 1882-1965, klerik, poet, diplomat, kryeministër. Një stinë e shkurtër, një jehon e gjatë.